Dhe mirë se po takohemi në këto 60 minuta. Vrasja e rështerit të policisë të Kosovës, Muhamet Lika, mbrëm në Kaçanik, do tjetë në fokus të bisedës së sotme në studio, ku me avokatin Skender Musa flasim për motivet e mënyrën se si u vra ky pjesëtar i policisë të Kosovës. Me avokatin Musa flasim edhe për procesin e gjykimit në Hag, ku tashmë është përmbyllur dëshmia e dëshmitarëve të prokurorisë. Por si zakonisht në fillim ju sjellim lajmet kryesore të ditës. Siguria e Ballkanit Perëndimor është jetike dhe s'do të lejohet të rrezikohet ajo, thonë zyrtarët e NATO-s. Rute thotë se duhet sigurohemi se situata në Kosovë mbetet stabile. 2 persona të pa-identifikuar deri më tani për policinë dyshohen se vranë rështerin e policisë. Sipas prokurorisë, qëllimi i dorazëve ishte vrasja e policit. Kryeministri në detyrë Albin Kurti nis konsultimet me pakicat për qeverinë e re. Presidenti Osmani pret sa më parë formimin e institucioneve. Bota në pritje të tarifave masive të Trumpit, të cilat i shohin si luftë tregtare globale. Për Trumpin kjo konsiderohet si dita e shtërimit për Amerikën. NATO-ja ka thënë se siguria e Ballkanit Perëndimor është jetike dhe se s'do të lejohet të rrezikohet ajo. Një zyrtar i NATO-s ka thënë se Ballkani Perëndimor mbetet lart në agjendën e aleancës dhe është rajon me rëndësi strategjike. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka ritheksuar se autorët e sulmit në Bajs dhe ndaj tij, ndaj pjesëtarëve të KFOR-it në veri të 2023-s duhet të mbajën përgjegjës dhe se për këtë duhet të punojë Serbia. Rutte ka thënë se duhet përpjekje që situata në Kosovë të mbetet stabile. Situatën e sigurisë në Kosovë përcjellim nga afër dhe duhet sigurohemi se situata që nga 99-a që është më stabile tani të vazhdoj. Sa i përket Banskës dhe sulmit ndaj trupave të KFOR-it, serbët duhet punojnë për përgjegjësi. E kemi folur këtë me fuqiqe në telefon, por edhe kur dërkuam në Bruksel 2 javë më parë, ka thënë ai në një konferencë për media në Bruksel. Rutte është pyetur nëse NATO-ja është konsultuar paraprakisht për një marrëveshje bashkëpunimi në mbrojtje me Serbisë dhe Hungarisë të nënshkruar më 1 prill, e ai është përgjigjur se aleanca nuk është konsultuar. Rutte ka përmendur edhe marrëveshjen e bashkëpunimit mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Really ramping up to help with Rështeri i policisë së Kosovës, Muhamet Lika, dyshohet se u vra të martën në mbrëmje në Kaçanik nga 2 persona të cilët deri më tani janë të pa-identifikuar nga organet e ndjekjes. Prokuroria themelore në Ferizaj ka bërë të ditur në një konferencë për media se nga provat materiale të siguruara shihet se policia u vra të martën në mbrëmje në Kaçanik nga 2 persona të cilët shihen në pamjet e siguruara nga kamerat e sigurisë, nuk kanë përdorur maska, por kanë pasur kapela, por që identifikimi i tyre është i vështirë pasi që ka qenë natë. Prokuroria ka thënë se po punohet për gjetur motivet e vrasjes së rënd, derisa ka hedhur poshtë pretendimet se vrasja ka të bëjë me grabitje të armatosur. Sipas kryeprokurorit të Ferizajt, Burim Qerkini, qëllimi i tyre ka qenë ekzekutimi i policit. Në kohën kur edhe ka ndodhur rasti, ka qenë duke u kthyer nga puna dhe në momentin e shkuarjes në banesën e tij, në shkallët e ndërtesës, nga persona të panjohur për momentin, është qelluar dhe nga plagët vdekjepruese ka ndruar jetë. Nga provat materiale që i kemi marrë, shihet që aktin e kanë kryer 2 persona e që për momentin largohen nga vendi ngjarjes. Deri në këtë moment që po flasimi, ne nuk dim arsyen apo edhe motivin që ka çuar deri në këtë rast makabër. Për këtë vrasje ka reaguar Ministri i Punëve të Brendshme Xheral Sveçta. Ai ka deklaruar se vrasja e policit është sulmi drejt për drejt ndaj rendit, institucioneve dhe sigurisë së Kosovës, duke shtuar se aparati shtetëror është i mobilizuar të arrestojë dorasin. Hetim të plot ka kërkuar edhe kryetari në detyrë i Kuvendit të Kosovës, Glauko Njufca. Edhe sindikata e policisë ka bërë thirrje për veprime të menjëhershme nga institucionet e drejtësisë për të hetuar dhe ndëshkuar autorët e këtij akti kriminal. Çdo sulm ndaj një zyrtari policor është sulm ndaj Republikës së Kosovës. Policia e Kosovës është shtylla kryesore e rendit dhe sigurisë në vend. Prekja e saj është përpjekje për të minuar themelet e shtetit tonë dhe nuk do të tolerohet, thuhet Mesjerash në reagimin e sindikatës.
Bashkimi Evropian është interesuar për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, qoftë përmes dialogut apo ndonjë instrumenti tjetër, ka thënë shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Ndoshta është dialogu, ndoshta është një tjetër mjet. Jam e gatshme ta shqyrtoj këtë çështje dhe do ta bëj këtë së bashku me përfaqësuesin e posaçëm në detet në Vjem, ka thënë Kallas, e cila pritet ta vizitojë Ballkanin Perëndimor javën e ardhshme. Kallas foli po ashtu për ndikimin e mundshëm të luftës tregtare mes BE-s dhe Shteteve të Bashkuara, si dhe për mundësinë e njarën pushimin në Ukrainë, duke theksuar nevojën për përfshirjen e Evropës në çdo negociat për këtë çështje. By Rwanda. Mosgjerja Milan Radojićit dhe grupit e tij paramilitar para drejtësisë është theksuar si problem nga udhëheqësi shtetëror në takimin që kanë zhvilluar me sekretarin e jashtëm të Britanisë së Madhe. Presidenti Vjosa Osmani, kryeministri në detyrë Albin Kurti kanë potencuar domosdoshmërinë e llogaridhënies për sulmin në Bajsk. Sekretari britanik ka kërkuar angazhim në dialogun me Serbinë. Angazhim në dialogun me Serbinë, adresim të nevojave të qytetarëve, në veçanti të serbëve, ka kërkuar sekretari jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar, David Lammy, të mërkurën. Gjatë qëndrimit në Kosovë, Lammy është pritur nga ministrja në detyrë e punëve të jashtme Donika Gërvalla, nga kryeministri në detyrë Albin Kurti e nga presidentja Vjosa Osmani. Në deklarimin për media pas takimit me Osmanin, sekretari Lammy ka konfirmuar mbështetjen e Britanisë së Madhe në rrugtimin euroatlantik të Kosovës. We want a lasting, peaceful normalization. Duam normalizim të qëndrueshëm paqësor mes Kosovës dhe Serbisë. Mbretëria e Bashkuar është padyshim kontribues i madh në KFOR, është plotësisht qendrore për sigurinë e juaj dhe shpresoj që qeveria e ardhshme do t'i adresojë të gjitha nevojat e qytetarëve, përfshirë dhe duke bërë progres në integrimin e serbëve të Kosovës dhe angazhim të fuqishëm në dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja. E presidentja Vjosa Osmani ka njoftuar për nismën e arritjes së marrëveshjes strategjike me Mbretërinë e Bashkuar në fushën e mbrojtjes dhe të ekonomisë. Osmani ka thënë se me sekretarin Lammy ka diskutuar edhe për dialogun me Serbinë, proces në të cilin, sipas saj, Kosova është palë konstruktive pavarësisht provokimeve e sulmeve nga Serbia. Është e domosdoshme që të ketë llogaridhënie dhe vënje të autorëve para përgjegjësisë nga ana e Serbisë, por fatkeqësisht po e shohim që nuk ka asnjë lëvizje në këtë drejtim, as sa i përket aktit të agresionit të shtatorit 2023, as sa i përket sulmit ndaj 93 ushtarëve të NATO-s që ka ndodhur edhe më herët, por as veprimeve të fundit terroriste që ka ndodhur në veri të vendit. Sulmi në Bajnsk është potencuar edhe nga kryeministri në detyrë Albin Kurti në takimin me sekretarin David Lammy. Sipas njoftimit të qeverisë, Kurti ka thënë se Milan Radojići duhet të ekstradohet për të gjykuar në Kosovë. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka bërë thirrje për konstituimin e shpejtë të kuvendit dhe formimin e qeverisë brenda afateve kushtetuese, duke theksuar rëndësinë e stabilitetit institucional në një kohë sfidash gjeopolitike. Ajo theksoi se nuk do të ndërhyjë në çështjet e koalicioneve, ashtu siç ka thënë se kanë bërë presidentët në të kaluarën. Presidentja nënvizoi rëndësinë e një qeverie funksionale për të përballur me sfidat e brendshme dhe të jashtme, duke theksuar se Kosova duhet të veprojë me përgjegjësi dhe efikasitet në këtë periudhë të rëndësishme. Seanca për konstituimin e kuvendit është saktuar më 15 prill. Kushtetues nuk janë detyrë imja, por E kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka nisur takimet konsultative me partitë politike të pakicave për formimin e qeverisë së re. Gjatë ditës së mërkurë, Kurti është takuar me zëvendës kryeministrin për çështjet e pakicave dhe të drejtat e njeriut, një herësh kryetare e Partisë së Re Demokratike Emilia Regjepi. Po ashtu Kurti është takuar edhe me kryetarin e Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë nga komuniteti serb, një herësh ministër në detyrë për komunitetet dhe kthim Nenad Rashić. Gjatë këtyre takimeve Kurti ka marrë konfirmimin për mbështetjen në formimin e qeverisë së re. Ndërka që Eugenca Kolli nga KDI-ja ka kritikuar kryeministrin e detyrë Albin Kurtin për mbajtjen e takimeve konsultative për formimin e qeverisë së re në ndërtesën e qeverisë. Sipas tij, kjo praktikë është e gabuar dhe nuk duhet të normalizohet. E kësaj kritike është përgjigjur zëdhënësi i lëvizjes vetëvendosja Arlend Maxhuka me arsyetimin se qeveria takimet konsultative sepse aty po punon.
Partia Demokratike e Kosovës ka mbajtur takimet dhe mbledhjen e rregullt të kryesisë ku është diskutuar për zhvillimet rreth konstituimit të kuvendit e formimit të qeverisë. Në këtë takim kryetari i PDK-s Membri Krasniqi ka informuar anëtarët e kryesisë për komunikimet e fundit me partitë parlamentare me përjashtim të partive në pushtet vetëvendosje Nguxo dhe Alternativën. Ai theksoi se nëse partia që ka dalë para në zgjedhje nuk arrin ta formojë shumicën e nevojshme, PDK-ja është e gatshme të marrë përgjegjësinë e saj në formimin e qeverisë së re me Bedri në krye të ekzekutivit. Policia e Kosovës ka arrestuar të mërkurën në mëngjes aktivistët që blokuan dyert e zyrës së rregullatorit të energjisë. Në pamjet e publikuara nga Kosova Press, shihet se si zyrtarët policor tërheqin aktivistët dhe u vendosin prangat. Në një reagim më vonë, grupi i aktivistëve ka bërë të ditur se janë arrestuar 12 persona. Policia ka thënë se të arrestuarit janë duke u proceduar konform autorizimeve ligjore. E zyra rregullatorit për energji është deklaruar lidhur me procesin, ku ka thënë se janë të vetëdijshëm për shqetësimet e qytetarëve lidhur me procesin dhe të tarifave të shprehur përmes protestës. Në gjykimin lidhur me vrasjen afër lokalit Kobra City ka dëshmuar ish punëtori i lokalit Kujtim Gashi. Dëshmitari tha si akuzuari për vrasje Dibran Hoxhaj sa ishte në parking e urdhëroi ta pastronte brendinë e lokalit ku ndodhi rrahja që i parapriu vrasjes së viktimës Visar Cengu. Ai tha po ashtu se brenda lokalit i pa të gjitha akuzuarit e tjerë përveç Roland Susurit, që po akuzohet për manipulim me prova. Kujtim Gashi, ish punëtori i lokalit Kobra City, ka dëshmuar në rastin ku Dibran Hoxhaj po akuzohet për vrasjen e klientit të lokalit Visar Cengu. Në këtë rast, për vepra të ndryshme penale, akuzohen edhe 4 të pandehur. Gashi tha se kryesisht është marrë me pastrimin e lokalit, por në natën e vrasjes lëvizte vazhdimisht me vetur për të siguruar naftë për gjeneratorin dhe se nuk i rastisi të ishte dëshmitari vrasjes. Ai u shpreh se Hoxhaj që mban nofkën Kobra i tha ta pastronte lokalin ku ndodhi rrahja e cila i parapriu vrasjes. Kam pa policin në parking dhe Dibran Hoxhaj nuk pa të bisedu me policë. Dhe më ka bëhe hi pastroj lokalin, të më hi ku vazhdu punës temë. Këtë nuk e kontestoi akuzuari i cili i parashtroi pyetje dëshmitarit ish punëtor në lokalin e tij. Kujtohet kur i thash pyje dhe ai tjetri kamariesh që konë në ledhë gjamat dhe tavolinat e tyne, qka mund me rregullu ai koshia që është apër, me rregullu që deri mbrëmje, më konë lokali kati. Po. Fillimisht sipas tij, policia e arrestoi Dibran Hoxhajn e nuk ndërhyri në brendi të lokalit, por erdhi një ekip tjetër i policisë i cili ja ndërpreu pastrimin e lokalit. As na kalon afat me pastrim. Dëshmitari Gashi tha po ashtu se të gjithë të akuzuarit i pa në lokal përveç Roland Susurit. Ai tha se brenda lokalit i pa 2 nga të akuzuarit me fytyra të gjakosura. Gashi u shpreh se nuk vrejti lëndime të Rudgen Shehu, të cilin e shihte derisa hynte e dilte nga lokali dhe disa ditë më vonë e kuptoi se ai ishte plagosur. Dëshmitari tha se s'donte të përfshihej në rrahje, me që nuk ishte dalë nga shtëpia për të përfshirë në konflikte, por për ta mbajtur familjen. Prokuroria speciale akuzon Dibran Hoxhajn për vrasjen e rënd të viktimës Visar Cengu afër lokalit Kobra City në magjistralen Prishtinë Zhurr më 3 janar 2023. Hoxhaj akuzohet edhe për mbajtje në pronësi ose kontroll të paautorizuar të armëve. Të akuzuar në këtë rast janë edhe Roland Susuri, Arben Vezaj, Bure Mazreku dhe Jesmir Badallaj. Ata akuzohen për pjesëmarrje në rrahjen e 3 klientëve të lokalit. Susuri dhe Mazreku po ashtu akuzohen për veprën penale manipulim me prova që lidheshin me krimet që ndodhen në natën kritike. Motivi i vrasjes sipas aktakuzës ishte një faturë 400 euroshe, të cilën të dëmtuarit nuk u pajtuan ta paguanin.